Të nderuar musliman, të nderuar besimtar. Mbyllja Ramazanit është një moment i rëndësishëm që duhet ne si besimtar me prit me reflektim, falënderim dhe përkushtim ndaj Allahut xhalla shanuhu. Kjo është një mundësi për ta përmbyllur këtë muaj me punë të mira, me vepra të mira dhe të njëjtën kohë për ta vazhduar frymen edhe pas këtë lloj fryme imanore, shpirtënore edhe pas Ramazanit. Mënyra më e mirë për ta përmbyllur këtë muaj, pra Ramazanin, është pendimi dhe lutja. Pendohemi te Zoti për lëshimet, gabimet, t'i lutmi Zotit me sinqeritetin më të madh, që Allahu të na falë, na mëshiron dhe njerëz më të mirë të na bën. E sidomos lutjen që pejgamberi na mësoi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti je falës i madh e dën faljen, falna neve. Çështja e dytë që përmbyllet Ramazanit nuk duhet të harrojmë një obligim që e kemi financiar, qoftë ai sadakatul fitri apo dhe zakati rrjedhimisht për ata që e kanë obligim, sepse pejgamberi alayhis salam kur ka folur për sadakatul fitrin, sadakën e Ramazanit, ka thonë këtë formë: është pastrim për agjëruesin, ushqim për nevojtarin. Prandaj të mundohemi që këtë lloj obligimi ta kryjmë brenda Ramazanit, para faljes, gjithsesi si afati i fundit, para faljes së namazit të Fitr Bajramit. Çështja tjetër në përmbylljet e Ramazanit është reflektimi dhe synimi jonë për të vazhduar tutje me mirësitë e Ramazanit. Duhet të reflektojmë, por edhe duhet të synojmë që me këto të mira, me këtë atmosferë të Ramazanit, ne duhet me vazhdu me lejen e Allahut xhalla shanuhu edhe pas Ramazanit, sepse Zoti i don punët që janë të vazhdueshme, të cilat bëhen vazhdimsi. Pra jeta jonë nuk është diçka tjetër vetëm garë, se cili po bëhet më i mirë. Edhe Ramazani ishte një mundësi e mirë për neve që këtë garë ta marrim seriozisht dhe të shpejtojna rreth asaj që Zoti na ka ftuar neve, Zoti na ka ftuar në faljen e Tij, Zoti na ka ftuar në xhenetin e Tij. Po ashtu në përmbylljet e Ramazanit nuk do të më harru sonte është nata e fundit e Ramazanit. Një natë realisht shumë e veçantë për natëve të Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam aq shumë e ka lavdruar këtë natë, saqë na ka nxit që të lexojmë Kur'an, dhojmë sadaka, bëjmë istighfar, të falmi namaz, të përkushtohemi ndaj Zotit, sepse pejgamberi ka llogaritë se kjo natë është për natëve më të vlefshme të Ramazanit. Aq shumë e ka lavdruar këtë natë, saqë shokët kanë menduar se kjo është nata e Kadrit. Dhe kështu i kanë thonë: a mos është kjo nata e Kadrit? Tha jo. Nuk është patjetër me qenë nata e Kadrit, mund të jetë edhe nata e Kadrit. Por tha pejgamberi alayhis salam, kur punëtori e kryen punën, atëherë çka e pret? E pret shpërblimin. Tha edhe kur robët e Zotit e përmbyllin Ramazanin, fund Ramazanit, e përfitojnë shpërblimin e madh të Allahut xhalla shanuhu. Pra është një mundësi e artë me përfituar nga mëshira e Allahut edhe në momentën e fundit. Mos harrojmë, pejgamberi shpeshherë ka thonë: innamal a'malu bil khawatim. Veprat tek Zoti shpërblehen sipas mbylljes. Si e mbyll Ramazanin? Nëse Ramazanin e mbyll me përkushtimin më të madh, me angazhimin më të madh, atëherë bën i bindur se te Zoti do të llogaritesh prej atyre fitimtarëve. Dhe pika e fundit, përgatitja për Bajram. Përgatitja për Bajram apo për fest realisht është përmbyllja e Ramazanit, gjithsesi fillimi i festës shprehjes gëzimit që ke pas mundësi me agjëru Ramazanin dhe që në shenjë falënderimin ndaj Allahut xhalla shanuhu. Çfarë duhet kemi parasysh përgatitjen për fest? Ne e dimë që është sunet, traditë e pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, është diçka e kërkuar në aspektin islam, që para se me shku me fal Bajramin, të pastrohemi komplet trupin, ajo që njihet si rituali i guslit, pastaj të veshim rrobat më të pastra dhe më të mira dhe të përgatitemi për Bajram. Para se të shkojmë në musalla, vendin e faljes, në xhami, atëherë preferohet që me hangër në hurme, sikur kjo simbolizon përmbylljen e muajit shejt Ramazanit.
Ramazani nuk ishte vetëm një muaj, por kemi thonë se është një shkollë në veti, shkolla e devotshmërisë. Nëse e mbyllëm sinqeritetin dhe vendosmërinë për të vazhduar, atëherë ne nuk kemi përfituar nga bekimet e këtij muaji. Pra aja çka kërkohet prej neve si musliman, si besimtarë, që të jemi të vazhdueshëm edhe pas Ramazanit. Këtë përmbyllje është e udhës me bë këtë pyetje. Si ka përmbyll Ramazanin pejgamberi jon Muhamedi alayhi salatu wassalam? Dy gjëra i shohim te pejgamberi alayhi salam çu ka përmbyll Ramazanin. E para, pejgamberi ka kërku falje Zotit, ka bërë shumë istikfar. Në vend që nështë njeriu mu gëzu në atë kuptimin, ku ta dion edhe me rrejt gjëks, pejgamberi ka bërë kundërt. Fillimisht ka kërku falje prej Zotit. Ka bërë shumë istikfar, o Zot falna, o Zot mëshirona. Dhe çështja tjetër që pejgamberi alayhis salam ka qenë falënderimi. E ka falëndëru Allahun që na ka mundësu me agjeru Ramazanin. Ka i morëm na këtë thonje? Surja Nasr, surja fitores, Zotë e ka qujtë kështu. Se çdo obligim, adhurim që e kryen muslimani është fitore për muslimanin. Allah në këtë surë thot, idha jaa nasrullahi wal fath. Kur vjen ndihma, fitoria dhe ngadhnimi i Zotit, përkraja e Zotit. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ishe njerëzit të hinë në fejnë e Zotit grupe. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Atëherë ti çka do të më bësh si musliman? Falëndero Zotin duke madhru Zotin. Madhru Zotin duke thonë elhamdulillah. Wastaghfir, edhe kërkoj falje Zotit. Innahu kana tawwaba. Ajo është pranuesi i pendimit. Kjo sure ishte programi i pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam për mbyllje të Ramazanit dhe çdo vepër të mirë. Edhe historikisht kjo sure është prej sureve të fundit që ka zbrit prej Kuranit. Çka do të thonë kjo? Se njeriu jetën e tij duhet me përmbyll me falënderim ndaj Zotit edhe me kërkim falje. Dy gjëra, nëse këtë atë që e thash prej fillimit, nuk e keni marrë mend, dy gjëra. Sa më shumë estagfirullah, edhe sa më shumë me thonë elhamdulillah.